Jemi rikthyer me ditarin e fundjavës. Do të ndrojmë tani tërësisht temën e diskutimeve, madje edhe fokusin e zakonshëm të ditarit tonë dhe do të flasim për astrofizikën. Sa do e çuditshme të duket, por lajmi kryesor sot në qarqet shkencore është një trup i panjohur qiellor që vjen nga jashtë sistemit tonë planetar dhe që quhet 3.1 Atlas. Ky lajm ka vënë në lëvizje të gjitha teoritë, deri dhe ato konspirative, siç quhen për alien apo jetë të panjohur nga ne. Momentalisht që flasim, ky trup, që në fillim u quajt komet apo asteroid, ndodhet në rrugën duke u rrotulluar rreth diellit në një trajektore dhe kjo krejt e pazakontë, përsa njohin shkencëtarët të paktën. Nga sa është vërejtur deri tani, ky objekt qiellor nuk sillet si një kometë e zakonshme për minimumi 10 arsye shkencore, të njohura deri më sot të paktën dhe në këtë rast. Ndaj edhe ne do të ftojmë fizikantin e njohur që shumë prej ne në fakt e kanë parë me angazhimin ose e njohin për angazhimin e dikurshëm në politik, po flas për pedagogin Moza Afizi. Përshëndetje, mirë se erdhat. Kënaqësi t'ju rishikojmë. Faleminderit. Dhe ne në fakt nuk do të flasim qartësisht për politik, por do të flasim për shkencën, pikërisht për këtë rast konkret. Për opinionin tuaj, zonja Afizi, që ndoshta le të themi për një qytetar që nuk e ka ndjekur me kaq vëmendje të gjitha këto lajme shkencore për trupa qiellor, çfarë mund të themi shqiptarëve që ndoshta edhe nëse kanë ndjekur mund të mos e kenë kuptuar tamam çfarë është ky trup gati 5 kilometra i gjatë me një formë dhe sjellje krejt të panjohur deri më tani për shkencën? Ai nuk është krejt i panjohur në fakt. Sepse është një kometa njohur qysh nga lashtësia, pavarësisht njerëzit nuk e kanë ditur këtë variant. Vetëm se është një kometë që vjen përtej sistemit tonë diellor. I ka të gjitha karakteristikat e një komete, por ka pesi më të madhe se të karakteristike që kanë në kometat e sistemit tonë diellor. Dhe kjo e bën më interesant. Megjithëse kometat në fakt gjithë historinë e njerëzimit kanë qenë shumë interesante. Ndoshta ju e dini që kometat janë shumë të shoqëruara gjatë gjithë historisë së tyre edhe me mite, edhe me frikra, janë quajtur edhe si parashikuese luftrash, ndërkohë që ata janë objekte krejt të zakonshme të universit. Kjo komet vjen përtej sistemit diellor sepse është parë që ka një shpejtësi më të madhe se sa shpejtësia normale trupave që sillen në familjen tonë diellore, dhe kjo e bën më interesante, nga që është një mysafir që na vjen nga lart, edhe përderisa familjen tonë në një farë mënyrë e njohim shumë mirë, tashti na ka ardhur rasti që të shohim edhe se çfarë kanë të tjerët. Kjo është veçanësia nga pikpamja shkencore. Pastaj nga pikpamja mediatike, nga mënyra se si krijohen gjithçfarë teorish konspirative, kjo ka ndodhur gjithmonë, edhe janë gjithmonë njerëz ose grupe të caktuara që mundohen të përfitojnë nga informacionet e shkencës për të thurur konspiracion në interesat e tyre, sepse duan që të tërheqin në mënyra të veta. Dhe kjo ka ndodhur gjithmonë dhe nuk do të përjashtohej, do isha e çuditur nëse nuk do ndodhte edhe në rastin e kësaj. Por s'ka jashtëzakonshme, ajo po bën trajektoren e vet. Është shfuar diellit para një jave në distancën më të madhe, po është në distancën më të vogël nga dielli, po është një distancë shumë e madhe. Dhe pastaj do të përshkojë në disa trajektoren e vet dhe do të largohet. Të na përshkojë. Okej, ju bët një përmbledhje të gjithë informacionit që ka shkenca deri në këto momente. Unë gjithsesi do doja të diskutonim bashkë për disa elemente të ndryshme të këtij lajmi. Për shembull, mund të renditen disa nga anomalitë në thonjza kryesore që shkencëtarët po vërejnë për këtë trup që ka marrë emrin 3.1 Atlas, një objekt ndërhyjor që unë e thash po kalon përmes sistemit tonë diellor. Atëherë, mes këtyre anomalive në thonjza, ju mund t'i konsideroni absolutisht normale, ka të tjerë që i konsiderojnë si anormale, por gjithë ky debat i ngritur i konsiderojnë si anormale, ndaj dhe unë po i definoj në këtë mënyrë. Pastaj ju sigurisht do na sillni këndvështrimin tuaj. Por një prej këtyre anomalive për shembull lidhet me trajektoren hiperbolike, që tregon se nuk është i lidhur, pretendohet paktën nga një pjesë e shkencës, nuk është i lidhur me diellin ton si një komet tradicional i sistemit ton diellor.
Pikërisht kjo që thash, nuk është pjesë e sistemit diellor, sepse sistemi diellor është formuar rreth 5 miliard vite më parë.